Zjeni 2 hurma arabie me qumësht dhe i thoni lam të mirë çdo problemi. Është ndër recetat më të lashta popullore, përdorur për mijëra vitesh për të mbrojtur nga komplikacionet, për të mbajtur organizmin më të fortë dhe mendjen më të mprehtë. Hurmat e arabis kanë vlera të larta shëruese, por të kombinuara me një recetë me qumësht, fuqia e tyre në mbrojtjen e shëndetit do të bëhet e jashtëzakonshme. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i recetës hurma arabie dhe qumësht? Sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hurmat e arabis përbëjnë edhe disa lloje të sheqernave të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe transformohen tek muskujt dhe truri, duke ndihmuar që të keni edhe një ulje të kolesterolit në gjak. Të kombinuara me qumshtin, ato i japin trupit energji duke ndihmuar në funksionin e të gjitha organeve të trupit. Një gotë qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitaminën A, D dhe C, si dhe mbron organizmin nga ushqimet e dëmshme dhe të pashëndetshme. Kjo recetë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme në sistemin nervor, veshkat, ndihmon në konstipacion, mbron kockat duke parandaluar dobësimin e tyre, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçin të pastrohet nga toksinat. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për anemin dhe zemrën. Qumshti dhe hurmat e arabis ndihmojnë organizmin të luftojë anemin. Kjo recetë përmirëson qarkullimin e gjakut, ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Hurmat e arabis bashkë me qumshtin shndrohen në një agent të fuqishëm kundër virozave, bakterieve dhe infeksioneve, ndërsa ndihmon në forcimin e muskujve dhe kyçeve tuaja gjithashtu. Ato përmirësojnë shikimin dhe dëgjimin. Thuhet se konsumi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar shëndetin tretës në tërësi. Gjithashtu, kjo recetë ndihmon në shëndetin e veshkave, forcon dëgjimin si dhe në sistemin nervor të organizmit tuaj. Zvoglon stresin dhe irritimet dhe dhuron qetësi shpirtërore dhe mendore. Pale vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabe ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu, citon The Health Site. Ju mbasi nuk e dini disa fakte për hurmat e arabis përveç faktit se janë të shijshme dhe mbartin gjithashtu vlera të larta ushqyese. Në këtë video do ju tregojmë disa nga kombinimet dhe vlerat më të mira ushqyese që ky frut do t'jap në shëndetin tuaj. Hurmat e arabis janë tepër ushqyese për mbrojtjen e organizmit. Hurmat e arabis janë shumë ushqyese të pasura kështu me mangan, magnez, me fibër, vitaminën B6, kalium dhe bakër. Gjithashtu do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Sistemi i tretës përmirësohet kur ju hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabis i bën shumë mirë kundër kapsllëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasitë e larta të fibrave garantojnë këtë si dhe përdoren për trajtimin e hemoroideve. Ato janë qetësuese dhe efektive kundër dhimbjeve. Hurmat e arabis përmbajnë magnez, i cili është i njohur si një përbërës antiinflamator. Si të tilla, ato janë efektive kundër entjes, gjithashtu edhe për dhimbje të shkaktuara kryesisht nga artriti dhe përbërësit e tjerë. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial, si dhe rezulton efektive kundër goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzana gjithashtu do të marrin përfitime të mira nga konsumi i këtij fruti. Është e vërtetuar se hurmat e arabis janë shumë të përdorshme nga gratë gjatë shtatzanisë, për ato që duan të humbasin në peshë si dhe të kenë një proces më të lehtë të lindjes. Kjo është një arsye e treguar në një studim shkencor ku kanë marrë pjesë rreth 70 gra, ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindje me më pak dhimbje, por gjithmonë në kombinimin e dietës së rregullt dhe në konsultën e mjekut. Në rast se jeni të rrezikuar nga sheqeri i lartë, mos i konsumoni. Hurmat e arabis janë efektive për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma arabie pasi ato përmbajnë magnez, kalium, gjithashtu ndihmojnë për të luftuar problemet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë
për të parandaluar edhe rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Është provuar përmes studimeve se hurmat e arabisë do të japin rezultate fantastike edhe në shëndetin tuaj të trurit, citojnë ekspertët. Ato do të ndihmojnë trurin të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasura me vitamina që ndihmojnë në përmirësimin e memorjes, funksionet njohëse, përqendrim dhe në fokus. Kështu përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Hurmat e arabisë janë plot me vlera me nivele të larta ushqyese dhe mbi të gjitha do të nxisin një organizëm më të fortë edhe më të shëndetshëm. Duhet i provoni konsumin e të paktën 3 kokra hurma në ditë dhe do të merrni këto përfitime sipas dhe saj. Shëndeti i zemrës do të jetë një nga të parat që do të përfitojë nga konsumi i këtij fruti. Kaliumi që gjendet te hurmat ul rrezikun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse përfshini hurmat në dietën tuaj, do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke i bllokuar ato dhe duke ulur ndjeshëm problemet e zemrës. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë që zemra është rrezikuar nga bllokimet e menjëhershme që mund të ndodhin në enëve të gjakut. Ngrënia e hurmave të arabisë në këtë rast do të japë rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve, gjithashtu edhe në një shëndet më të fortë të organizmit. Sigurisht, përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Hurmat e arabisë ndikojnë te nivelet e energjisë së trupit. Hurmat e arabisë janë të mbushura me sheqera natyrale që përfshin fruktozën, sukrozën dhe mbi të gjitha edhe glukozën. Kjo i bën ato një ushqim të favorshëm për ata të cilët kanë nevojë edhe të rrisin nivelin e energjisë së tyre. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta që pretendojnë energji dhe konsumoni disa hurma arabe çdo ditë. Fibrat që ato përmbajnë do të parandalojnë shpërthimin e pakontrolluar të sheqerit në trup, siç ndodh edhe me ëmbëlsirat e tjera. Ato do të përmirësojnë ndjeshëm edhe sistemin tuaj tretës, ndaj do t'japin edhe lehtësime më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Sigurisht përfshirja e këtyre frutave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të përmirësojë tretjen. Hurmat e arabisë përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrës së tretshme, që është thelbësore për sistemin e mirë tretjes, sepse arrin të orientojë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë, në aparatin tretës. Kjo teknikë ndihmon organizmin të shman konstipacionin. Kaliumi që gjendet te hurmat e arabisë ndihmon në trajtimin e diaresë dhe problemeve të tjera të stomakut. Duke qenë se kanë ngjyrë kafe, hurmat e arabisë konsiderohen si ekuilibruese të aparatit tretës. Në përgjithësi, ushqimet me ngjyrë kafe janë të shkëlqyera për tretjen. Për më tepër, hurmat forcojnë bakteriet e mira të zorëve. Ajo lehtëson gjithashtu edhe problemet e anemisë dhe mund t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Anemia prek shumë njerëz dhe nevoja e të cilëve për hekur është vërtet e madhe. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit që i bën ato të dobishme kundër anemisë. Ngrini nivelin e hekurit duke konsumuar të paktën 3 hurma në ditë. Kockat, gjaku dhe sistemi juaj imunitar gjithashtu do të përfitojnë ndjeshëm nga konsumi i këtij fruti. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm për parandalimin e radikaleve të lira. Këto minerale janë të nevojshme për të mbajtur kockat tuaja të forta dhe më të shëndetshme. Ndaj siguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Sigurisht, konsumi i hurmave në dietën tuaj do të nxjisë edhe shumë efekte pozitive në rritjen e vlerave të trupit. Ndaj siguroni që t'i konsumoni ato gjithmonë me moderi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbolojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.